përket dhe turistëve të huaj, të cilët janë të apasionuar, sidomos pas pjesës së trashëgimisë kulturore, apo edhe pjesës së Bazilikës së Linit, që tashmë është bërë një fenomen shumë i njohur për të gjithë Europën dhe më gjerë. Kështu që ne mendojmë që do të kemi një frymë tepër pozitive edhe në pjesën e statistikave, posaçërisht për turistët e huaj, sepse pjesa e turistëve vendas është gjithmonë në rritje për sa i përket preferencave që kanë për qytetin e Pogradecit. Dhe veç turizmit liqenor, çfarë ofron Pogradeci tjetër për turistët? Jo më kote përmenda më sipër që pjesa e liçenit është bukurinë natyrore dhe atë e ka falur Zoti. Kështu që nga ana tjetër, ajo që preferojnë më tepër turistët, jo vetëm pjesa e kulinarisë, por edhe pjesa e të gjithë elementeve që ndërtojnë trashëgiminë kulturore, si varet e Selcës, Guri Kamjes, pra janë këto pjesët që janë të ndodhura jashtë qytetit Pogradecit, por preferojnë shumë nga turistët e huaj, e sidomos ata që janë të apasionuar pas hiking, dhe pjesa e turizmit sportiv dhe të aventurës është një nga kategoritë që pëlqejet më tepër kohëve të fundit, sidomos nga turistët e huaj. Dhe për këtë jam shumë e lumtur faktikisht që Pogradeci nuk evidentohet tashmë vetëm për pjesën e liçenit, por dhe elementeve të tjerë që e ndërturin. Patjetër, dhe nuk e di nëse keni statistika, pra kanë nisur rezervimet në Pogradec, apo jemi ende herët, duke qenë se sezoni nis ose çelet më saktë më datë 6 qershor? Kryesisht rezervimet fillojnë shumë më herët, sepse ne kemi vendosur objektiva që sezoni turistik mos jetë i përqendruar vetëm për gjatë muajve qershor, korrik, gusht, sepse këto janë muajt që kryesisht rezervimet janë dhe më të larta. Kështu që praktikisht kohëve të fundit turistët fillojnë të rezervojnë dhe më herët për sa i përket strukturave akomoduese, nga kontaktet që ne vazhdimisht kemi me ta, na janë shprehur që shifrat janë pozitive dhe tepër në rritje, nëse i krahasojmë me vitet e kaluara. Kështu që duke bërë dhe këtë pjesën e kohështrirjes dhe zgjatjes së sezonit turistik, mendoj që dhe vizioni i përbashkët është pjesa e statistikave të jetë në rritje. Dhe kur thoni të jetë në rritje, keni një përqindje, nëse mund ta themi, të kapaciteteve të rezervimit, po? Po, në qoftë se e krahasojmë për shembull me vitin e kaluar, pjesa e rezervimeve është e rritur me 10% për sa i përket preferencave të turistëve, sepse si duket dhe pjesa e promocionit që është bërë në media apo në rrjetet sociale ka kryer atë funksionin e vet, duke i dhënë dhe një qasje mendoj më kurioze për sa i përket njohjes së qytetit Pogradecit. Dhe si ka ndikuar kjo, ndoshta kjo rritje e turizmit në jetën e qytetarëve të Pogradecit? Sigurisht që statistikat, përveç pjesës pozitive që kanë në konsumin apo në atë që turistët shpenzojnë, edhe bizneset shprehen që konsumi deri diku në një formë mesatare është të kënaqshëm, sepse turistët her pas here edhe nuk shpenzojnë shumë, preferojnë më tepër që të provojnë këto gjëra tradicionale ose ushqime tradicionale, pra nuk janë gjithmonë të referuar në pjesën e restoranteve, të paktën këto që janë të shtrira në qendër të qytetit, por mendoj se duke pasur një rritje të statistikave, bizneset patjetër që kanë atë frymën pozitive për të rritur edhe nivelin e shërbimit, kështu që mendoj kjo është pak situatë që kërkon dhe angazhim, po dhe për të përmirësuar cilësinë e shërbimit apo infrastrukturës që ne ju ofrojmë turistëve. Kështu që mendoj në këtë konotacion është tepër pozitive dhe energjia apo qasja e bizneseve që operojnë në qytetin e Pogradecit. Dhe në fakt rritja e numrit të turistëve a ka ndikuar edhe në shtimin e kapaciteteve akomoduese të paktën për vitet e fundit në Pogradec? Patjetër që po, në qoftë se krahasojmë pjesën e statistikave me 3 vite më përpara, tashmë ne kemi 41 struktura akomoduese që operojnë në qytetin e Pogradecit, në të gjithë bashkinë Pogradec, dhe pjesa më e rëndësishme është duke parë që turistët qasen në atë diversitetin e turizmit dhe nuk preferojnë vetëm pjesën e shëtitores apo pjesën e qendrës së qytetit, i ka dhënë një vizion dhe agroturizmit apo shtimit të numrit të bujtinave të cilat operojnë në bashkinë Pogradec. Kështu që mendoj se në bazë të statistikave që reflektojnë që ka një rritje pozitive dhe strukturat akomoduese kanë qenë në rritje. Kështu që është diçka shumë e mirë edhe për ne, domethënë që
kemi këtë funksionin për të punuar në lidhje me infrastrukturën turistike apo qoftë edhe me promovimin e turizmit në Bashkinë Pogradec. E rrjedhimisht kjo përkthehet edhe në shumë vende pune apo jo? Pa dyshim që po, nga, do me thënë, rritja e kërkesave ka ardhur dhe për pjesën e bizneseve që operojnë, sepse duke ushtuar strukturat akomoduese apo njësitë të tjera të biznesit që operojnë në Bashkinë Pogradec, rritet dhe numri i kërkesës për punonjësit. Pjesa më e rëndësishme është që bizneset janë duke u munduar që të krijojnë do thoja një objektiv të mirëfillt apo të standardizuar për sa i përket të rinjve, të cilët duhet të jenë të punësuar.